Ama kur të thejet zemra, shumë gatë nuk shnoqë. Në ditë sotit, shumë njerëz ja thejnë njëri tjetrit zemrën edhe shqit se ka kaj. Kush dhem ma shumë, a dhem lëndimi i trupit, a lëndimi i zemrës edhe i shpirtit. Nështë me herë e vran kraj, dhem apo, ama vend të rikuperu, edhe vjen të shnosh. Ama kur të thejet zemra, shumë gatë nuk shnoqë. Në ditë sotit, shumë njerëz ja thejnë njëri tjetrit zemrën edhe shqit se ka kaj. Shumë ditë sotit ja thejnë shpirtin, me trafti, me fjallë pisafta, me fjallë që se kënaqin Allahun. Me shumë vepra ja thejnë dikujt zemrën dhe shpirtin, edhe ki po, sune shnosh zemrën tonë edhe shpirtin tanë gatë. Krajnë, në ashtë e lëndonë e banë gjatë dikun, botë kore, luftojnë ato që janë ai sistemi mjekësor që të regon që luftojnë brenda, e din mjekët ma mirë, luftojnë edhe shnoshët për një periudhe të ndoshta e kitë vrame dikun dorën, po se ndinë, apo. Ama, kur lëndosh shpirtrisht, edhe kur lëndosh në zemër, dije se shumë gatë, ama shumë gatë, kime luftu qatë edhe s'kim mujtë më shnosh. Për qëta, kini kujdes kur e lëndoni dika në shpirt. Ama kini shumë kujdes. Se ndoshta në trup e lëndoni ka përcen, ama me lëndu dika në shpirt edhe në zemër, le me patë shumë kujdes e kjo është shumë gatë më këshëro.